Një zbatim urdhri për zhvendosjen e tregut të gjë gjallë të qytetit, prej një vëzhgimi të kryer nga televizioni 6+1 Vlora në rrugën hyrëse të qytetit pranë zonës së Pusit të Mezinit mesditën e kësaj të ëne, duket qartësisht që nuk ka tregtar të cilët shesin gjën e gjallë në këtë rrugë. Urdhër ky i dhënë disa ditë më parë nga kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini. Institucionet të cilat duhet të garantojnë zbatimin e këtij urdhri ishin Drejtoria e Bujqësisë pranë Bashkisë së Vlorës, si dhe Policia Bashkiake. Urdhër i cili është zbatuar teksa një patrullë e policisë bashkiake qëndron kryesisht përgjatë mëngjesit për të inspektuar zonën, për të parë nëse do të ketë tregtar që e shkelin urdhrin apo jo, pasi në rast të shkeljeve, të gjithë ata të cilët nuk e zbatojnë do të ndëshkohen me masa administrative gjobë. Me urdhër të kryetares së Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini, tregu i gjës së gjallë do të zhvendoset përkohësisht në ambientet e tregut të shumicës së frutave dhe perimeve. Ky vendim synon të zbusë trafiku në hyrje të qytetit dhe të organizojë në mënyrën më efektive tregtimin gjatë periudhës së festave. Tregtarët të cilët shesin kryesisht pula dhe gjeladeti, por edhe shpend të ndryshëm si dhe bagëti janë zhvendosur tek tregu i shumicës. Do të duhet që të zhvillojnë aktivitetin e tyre tregtar tek tregu i shumicës për gjatë gjithë kohës në vazhdim. Numri i tyre momentalisht që shesin aty është i ulët, teksa sa më tepër festat afrojnë, aq më tepër pritet të rritet edhe numri i tregtarëve. Pavarësisht se janë zhvendosur nga rruga kryesore në hyrje të qytetit, ku jeta e tyre rrezikohej nga automjetet të cilat qarkullonin aty, sërish tregtarët edhe te tregu i shumicës shesin në rrugë. Shesin në një vend ku në një pjesë të madhe të territorit bizotron balta dhe pellgjet me ujë, pa tezga dhe kushte të mirëfillta për ta kryer këtë aktivitet. Jashtë kamerave, si një domosdoshmëri për ta, tregtarët kërkojnë ndërhyrjen e Bashkisë së Vlorës në përmirësimin e kushteve infrastrukturore të këtij tregu, që mund të shesin në një vend të mirëfillt për të zhvilluar këtë aktivitet me të gjitha kushtet. Kërkesë primare është edhe rehabilitimi i rrugës së tregut të shumicës, që fillon prej segmentit Ramize Gjebrea, e cila vijon të funksionojë mes dëmtimeve të shumta. Për të gjithë qytetarët të cilët duan të blejnë një pul apo gjeldeti, por edhe shpend të ndryshëm si dhe bagëti, duhet të shkojnë tashmë në tregun e shumicës, ku do të mund të gjejnë edhe tregun e gjës së gjallë, i cili është vendosur aty, pranë rrugës Ramize Gjebrea, e njohur ndryshe edhe si rruga e Ish Ushqimores.